Goditja me shuplak e Jozit ndaj Gjesit ngrit pyetje të rëndësishme mbi mënyrën se si shoqëria jonë mund të reagojë ndaj dhunës, drejtësisë dhe famës, dhe ngrit disa shqetësime për mënyrën se si spektakli dhe rrjetet sociale ndonjëherë normalizojnë ose edhe shpërblejnë sjelljet e papranueshme. Jo rastësisht e kemi titulluar materialin në vazhdim Jozin publiku e ndëshkon me fjalë dhe shpërblen me follow. Josefin Marku, i njohur për publikun shqiptar si Jozi, ish banori i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, u bë pjesë e debatit publik pas një incidenti të transmetuar drejt për drejt në spektakël. Gjatë javës që lan pas, Jozi goditi me shuplak Gjestin, një tjetër banor të shtëpisë më të famshme në vend, duke shkaktuar reagime të forta në rrjetet sociale dhe opinionin publik. Por ajo që e bëri dhe më të ndërlikuar situatën ishte një raportim i mëvonshëm, ku thuhet se një ish-partnere e Jozit, një grua shqiptare, e ka denoncuar atë për dhunë fizike dhe se kjo ka ndodhur gjatë kohës që ata bashkëtonin në Zvicër. Pas këtij denoncimi, thuhet se Jozi është arrestuar dhe ka qëndruar në burg për rreth 3 vite, nga viti 2020 deri në 2023. Pikërisht gjatë periudhës së pandemisë globale të COVID-19. Veprimi i dhunshëm ndaj Gjestit u dënua gjërësisht në media dhe nga një pjesë e madhe e publikut që kërkuan ndëshkime të menjëhershme për sjellje të papranueshme në një spektakël televiziv. Megjithatë, në një kthes paradoksale të ngjarjeve ndonë se u kritikua ashpër. Jozi përjetoi një rritje të ndjeshme të popularitetit në rrjetet sociale. Ai nga 56.7 mijë ndjekës në natën që goditi Gjestin, numëroi plot 67.5 mijë ndjekës në profilin e tij zyrtar. Pra, siç duket, një individ mund të dënohet për veprimet e tij, por njëkohësisht të përkrahet virtualisht, duke u bërë edhe më i ndjekur në platforma sociale. Më pas, llogaria e tij zyrtare në Instagram u mbyll dhe thuhet se është hakuar. Se si do të vazhdoj raporti i Gjesit dhe Jozit pas përfundimit të këtij edicioni të 4 të Big Brother VIP Albania, mbetet të shihet.